Policia e Korçës ka vënë pranga një 28 vjeçar identifikuar si Johan Musdhinaj pas kallëzimeve të bëra nga 6 persona të cilët deklaruan se ishin mashtruar prej tij. Sipas denoncimeve, Musdhinj kishte shuma që variojnë nga 50 deri në 150 euro, duke përdorur arsye të ndryshme për t'i bindur viktimat të dorëzonin parat. Hetimet paraprake kanë zbuluar se njëjti person dyshohet të ketë mashtruar edhe 25 individ të tjerë, të cilëve u premtonte kthimin e shpejtë të parave, por më pas ndërpriste çdo kontakt me ta. Përveç mashtrimeve, 28 vjeçari akuzohet se 5 ditë më parë ka kryer një vjedhje në kasën e një restoranti ku ka marrë një shumë prej 70.000 lekësh. Ngjarja është regjistruar nga kamerat e sigurisë lokalit. Pas hetimeve, policia ka lokalizuar Musdhinjin në një banesë braktisur në lagjen 4 të qytetit dhe ka arrestuar. I riu përballet tani me akuza për mashtrim dhe vjedhje, ndërsa policia po vazhdon hetimet për të identifikuar dhe në hetime dhe raste të tjera të dyshuara për mashtrimin nga njëjti person. Arrestimi i tij tregon angazhimin e autoriteteve për të parandaluar shpërndarjen e aktivitetit kriminal.